Në xhamin e Sahatit në Gostivar sot u mbaj ceremonia e promovimit të hafizes më të re të medreses Isabeu paralelje e vajzave në Gostivar, Zyra Demiri. Muafizja e saj, Myzeqete e Bibi, profesoreshe Kirajetit në medresen e Gostivarit, tha se hafizja e re ka qenë nxënëse e shkëlqyeshme edhe në mësime në medrese dhe se për një periudhë prej 2 vite e gjysmë, ajo me sukses e ka përfunduar nxënjen e Kuranit përmendësh. Ajo i uroi nxënëses së saj suksese të më tutjeshme në rrugën e nxënjes së diturisë, ashtu siç na ka porositur edhe Allahu i Madhërisëm në Kuranin famëlart. Si në çdo eveniment edhe në këtë rast e falenderojmë së pari Allahun xhaleshanuhu që na e bëri të mundshme të arrijmë këtë sukses, që nxënësja jon e kësaj medreseje Zyra Demiri të arrijë të mësoj Kur'anin famëlar përmendsh dhe të bëhet si hafize e kësaj medreseje. Mësimi i hifzit, vajza si nxënëse e zellshme shumë shpejt e kapte me sukses, i mësonte faqet aq me sukses sa që na ka lënë një përshtypje të madhe. Po edhe ashtu ka qenë nxënëse e shkëlqyeshme 500, mashallah hifzi ka zgjatë 2 vjet e gjysëm dhe elhamdulillah mbaroi me sukses. E lut Allahun xhaleshanuhu që Kur'ani të jetë dëshmitar i kësaj hafizje në këtë botë dhe në botën tjetër, inshallah të jetë argument që kjo është ajo e cila do të lëshoj dritën për ne dhe për prindërit e vet, inshallah. Suksese dhe më të qeshme, inshallah, për nxënësin tonë. Ajo tha se deri më tani nga medresia e Gostivarit kanë dalur 3 hafize, ndërsa në rrugën e nxënjes së Kuranit përmendësh janë edhe 2 vajza të tjera. Ndërkaq, hafizja e re, Zyra Demiri nga fshati Debresh, tha se as pak nuk e ka pas të vështirë ta mësoj përmendësh Kuranin për shkak se aty janë fjalët e krijuesit të gjithësisë. Ajo thot se hifzi për të në fillim ka qenë një ëndër, pastaj kjo ëndër u shndrua në ide, pas fillimit të mësimeve në medrese është bërë mundësi dhe sot përfundimisht është bërë realitet i gëzueshëm. Falënderimet dhe adhurimet më të veçanta për të ditë të madhe, padyshim se i takojnë Allahu xhaleshanuhu, sepse pa vullnetin dhe dëshirën e Allahu xhaleshanuhu nuk arjet asgjë. Mirë po më pas, falënderimet më të mëdha pas Allahu xhaleshanuhu, padyshim se i ka gjithë stafi edukativ arsimor i medreses këtu në Gostivar, sepse pas çdo suksesi që ne nxënësit arrijmë, padyshim se profesorët dhe profesoreshat janë ata që qëndrojnë pas. Kurani nuk është as pak i vështirë të mësohet përmendësh, sepse është fjala e Allahut xhaleshanuhu. Për mua ka qenë kënaqësi që ta mësoj fjalën e Allahut. E sidomos të jem nxënëse e medreses dhe këtu ta mësoj dhe këtu ta përfundoj mësimin e Kuranit përmendësh. Nuk ishte as pak e vështirë, mirë po ka dash një punë graduale, punë të çdoditshme dhe gati zgjati 2 vite e gjysmë. Mësimi i Kuranit përmendësh, mësimi i tajvidit, mësimi i përkthimit të Kuranit, domethënë 2 vite e gjysmë, po ashtu edhe përsëritja dhe përgatitja për komision. Unë shpresoj se do të jem ajo hafize e cila do ta mbroj, sepse të bëhesh hafize nuk është e vështirë, mirë po të vdesësh si hafize është e vështirë. Inshallah Allahu xhaleshanuhu do të më mundsoj që ta mbroj fjalën e tij deri në ditën e fundit. Ai sot e mbrojti me sukses titullin hafize e Kuranit para komisionit në përbërje të profesorit Shafi dhe profesorit Shëval që të 2 nga Shkupi, të cilët janë hafiz të Kuranit. Profesoreshës Lindita nga medresia Isabeu, si dhe muafizes së saj, profesoreshës Myzeqete e Bibi. Pas leximit të pjesëve nga Kurani dhe leximin e sureve të shkurtra nga hafizja e re, u bë edhe duaja e hifzit. Me fjalët përshëndetëse nga mysafirët, përfundoi edhe ceremonia e promovimit të hafizes më të re të dalur nga medresia e Gostivarit, ngjarje kjo e cila u ndoq nga afër nga krerë të lartë të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, profesor të medresesë, hoxhallar dhe një numër i madh i xhamatit.